Mendje dhe me thënë të drejtën nuk e kuptoj se si t'jeni kaq I qetë me çfarë po ndodh me bujqësinë shqiptare, veçanërisht ju. Nuk e kuptoj. Që bujqësia në Shqipëri ka marrë greminën, kjo nuk do mend. Doja të referoja disa shifra, ja u tha kolegu I grupit socialist, të paktën 14% rënje nga viti 2011 mos gaboj. Dhe vit për vit po humb avantazh në ekonominë shqiptare. Po kjo është çështje tjetër. Pa ajo që është më shumë absurde, zoti ministër, është kjo, që nëse bujqit blegtorë shqiptar do kishin një avantazh të jashtëzakonshëm, do ishin fondet e IPARD-it. Për 3 vitesh 190 milion euro grant. 190 milion euro grant të Bashkimit Evropian rrinë në kontot bankare në Bruxelles dhe nuk vinë për bujqit shqiptar. Dhe ju, në një vizit që bëhet në Bruxelles, takuat, morë dhe guximin dhe thatë, në qeshor hapet IPARD treshi, gati 190 milion euro për femerët shqiptar. Po mbyllet ky sesion I parlamentit. Si mund t'jepni ju një deklaratë të tillë tallëse, kur ndërkohë Bashkimi Evropian thotë që pa kthyer 33 milion euro të vjedhura nga IPARD 2-shi, nuk ka IPARD 3. Ju flisni sikur nuk e dini se çfarë po ndodh. Si mund gënjeni kaq hapur? Sepse erdhën fondet e Bashkimit Evropian, I vodhët. Një gjë duhet bënit. Siç ishin në llogari aty, ti merret ja u çonit blegtorëve, fermerëve, dikush të blinte një traktor, dikush të bënte një magazin, dikush të investonte në teknologji, por jo, I dhat për bujtina, I dhat për ish deputet socialist, ish drejtor, ish kryetar bashkish, dhe tani keni dhe guximin dhe thoni që ja u kemi kërkuar mbrapsh. Po pse Elvis Roshi do t'u kthej parat mbrapshive? 200 e ca mijë euro që ka marrë ai? Me vërtet e pristi që t'u kthej para mbrapsh Elvis Roshi? Si do I ktheni ju 33 milion euro, zoti ministër? Se nuk t'jep Bruxelli 190 milion tjera. Dhe me ato para, po, mund të flite për një zhvillim të bujqësisë. Së dyti, a mund na thoni një vend kudo në botë, merrni ju referencën, që bën një projekt ligj gati për ta sjellën në parlament, që të shesi tokën bujqësore publike, rreth 120.000 hektar sa ka shteti shqiptar, tek të huajt. Nëse ka një sakrilegj ose një simbol I pavarësisë çdo vendi, është pikërisht kufizimet që kanë të toka bujqësore. Sa mirë që I pas kemi 120.000 hektar, po pse si përdorim në këto për të kompensuar pronarët shqiptar që presin ende të kompensohen për 30 e ca vitesh. Po jeni gati për t'i dhënë 1 milion hektar në Vlorë, Buzëtit, këtij personazhit këtu. 100 hektar, zoti Braçe. Dakord. Më fal, 1 milion metra katror. Faleminderit, ishte lapsus nga ana ime. 1 milion metra katror, zoti ministër, për t'ia dhënë këtij personazhi këtu. Osmanit. Vlen më shumë këto se ato 4.2 milion euro te Kanye Westit. Tani, për çfarë flisni ju? Në qoftë se të ringush kostumi ministrit, lere këtë punë. Nuk është sakrilegj t'ja bësh dorëheqjen. Është kulturë demokratike. Është kulturë demokratike. Nuk e bën dot, ka të tjerë që e bën më mirë, lere. Është qartë që nuk e bën dot. Dhe t'ja bësh dorëheqjen është një nga aktet më civile në demokraci. Ke një vit ministër, e provove, nuk ja del dot. Ministër që nuk merr avantazhin e vetëm që kemi nga Bashkimi Evropian, fondet e Bashkimit Evropian. Se ju sjep një fonde për bujqësinë. 190 milion euro kanë ngecur në kontot bankare të Brukselit. Do I fusim në Shqipërinë Bashkimin Evropian, para të falura, nuk vijnë dot në Shqipëri, sepse ju vodhët mbi 33 milion euro. Keni një përgjigje për këtë? Prandaj, zoti ministër, jo vetëm për këto, por për shumë tjera, duhet jepni dorëheqjen. Jepni dorëheqjen. Nuk ja dilni dot. Nëse ju do të kishit bërë një punë si duhet, do të ishte pikërisht që është
detyrë kombëtare, do të ishte mision kombëtar që 190 milionë euro të vinin për bujqësinë, sepse do ta ndryshonin faqen fshatet e Shqipërisë. Nuk e bëni dot. Nuk e bëni dot. Dhe realisht më vjen keq për ju, sepse u kanë sjell aty nga një bashki e vogël që e njihni bujqësinë e për ta bërë më të mirë bujqësinë, këto e kemi parë dhe më përpara zotë ministër. Merrte shoku Enver, Themia Thomajin e bënte ministre bujqësie. Edhe fliste Themia që do i sillte mrekulli fshatit me tuvëzimin. Jepni dorëheqjen, zotë ministër, sepse është e qartë që paratë e shqiptarëve nga Bashkimi Evropian nuk po i sillni dot. Faleminderit. Zoti Salla, fjala për ju. Për replik. Spari, zoti Kapri, kam deklaruar për fondet e IPART, patjetër që është një proces shumë i rëndësishëm për bujqësinë shqiptare, dhe shumë shpejt do të ndodhi dhe hapja e IPART-it dhe 148 milion euro do të jenë për fermerët shqiptar në një sektor që është duke u zhvilluar dhe qeveria shqiptare me buxhetin rreth 5.2 miliard euro, 52 milion euro është drejt dhënies tyre, por që kanë aplikuar mbi 70 milion euro nga skemës kombëtare, pra një buxhet që është duke mbuluar nga qeveria shqiptare, mos miri, për shërbim dhe në mbështetje të sektorit bujqësor dhe fermerëve shqiptar. IPART-i është një proces tjetër që ne shumë shpejt hapim të gjithë fondin për IPART-in dhe kemi plotësuar të gjithë dokumentacionin dhe procedurat nevojshëm ndaj sektorit që ne mbulojmë për dakordsuar me Bashkimin Evropian dhe ne shumë shpejt do të jemi me këtë fond për fermerët shqiptar, në mënyrë që të mbështesim sektorin dhe të japim një tjetër avantazh bujqësisë shqiptare për të mbështetur fermerët dhe për të pasur ne një mënyrë mbështetje akoma më të madhe edhe nga Bashkimi Evropian. Por dua të them këtu që ju nëse fondet e IPART hapen shumë shpejt do ta jepni ju dorëheqjen nëse kjo ndodh për pak ditë, për pak kohë. Faleminderit. Zoti Muçi, keni fjalën. Tani, me lejen e Erionit, të cilin do të aftoja të ma përmendte emrin kur se kam pas ti në listë, mundësisht më jep dhe mundësinë e replikës ndonjëherë. Do dua të flas pikërisht për një ligj për cilin bie dakord me të, që do ta kundërshtoj dhe unë do votoj kundër, pikërisht sepse për disa prej aspekteve të cilat edhe ai përmendi. Për shembull, Erioni përmendi faktin që sektori i ndërtimit në gjithë këto vite ka pasur rritje, ndërkohë që sektori i bujqësisë në gjithë këto vite ka pasur rënje. Dhe të njëjtin gjë po ilustroj dhe unë me këtë grafik ku vija sipër është rritja, pra mbi vlerën zero e sektorit të ndërtimit. Në vitin 2021 ka qenë 10%, në 2025 është diku te 4%, ndërkohë që vija poshtë është sektori i bujqësisë, i cili në gjithë këto vite është në rënje pra. Është në rënje. Dhe këtë gjë grafiku me qira fjala është nga Gjergje Rebara, të cilin e ka vënë shënjestër së fundmi dhe zoti Taulan. E përmendi Erioni, por tha që sektor produktiv, janë disa sektor produktiv që do kenë rritje patjetër, po pse bujqësia të ketë rënje? Me sektor produktiv ka parasysh sektorin e ndërtimeve. Një gangrenizim tashmë që është bërë Bregdetit, kryeqytetit, qyteteve, anamban Shqipëri, gangrenizim betoni. Nuk mund të quhet sektor produktiv një sektor i cili po na e merr frymën. Nuk mund të quhet sektor produktiv një sektor i cili shërben për pastrimin e parave drogës, Erion. Këtë s'kam dëgjuar ta përmendesh ndonjëherë. Pastrimin e parave drogës që kanë shkaktuar rënjen e euros në raport me lekun, që e prek drejt për së drejti bujkun, ose të paktën fermerin që ka shpresë që të eksportojë jashtë produktet e veta. Dhe që është një barë shumë e rëndë mbi fermerin dhe bujkun, blektorin shqiptar sot. Pikërisht pastrimi i parave dhe ai që e quhen sektor produktiv. Dhe këtu dallojmë në të dy.
Sektor produktiv, okej, është turizmi, kemi pas një rritje të turizmit, mirë që kemi pas rritje, po si ka mundësi në këtë vend që rritet turizmi, vinë njerëz nga gjithë bota në Shqipëri dhe bie bujqësia, zoti ministër. Do të thonë, çfarë hanë këta njerëz, shtesë që vinë? Pse nuk hanë kastravecat dhe domatet e vendit tonë, por hanë kastravecat dhe domatet e maqedonësve? Pse me politika fiskale nuk e avantazhoni produktet vendase, por vazhdon të bjerë sektori i bujqësisë? Tani, ligji që po shqyrtojmë është në fakt shtesa dhe ndryshime për mbrojtjen e tokës bujqësore, thot. Mbrojtjen e tokës bujqësore, e cila me këto ndryshime në fakt, jo që s'do mbrohet, por do grabitet, siç ka ndodhur deri më sot, me këto justifikimet e ndryshme, eolike. Pra, ata bujq të cilët kanë paguar për 35 vjet taksat për tokën, një ditë bukur do u merret toka, sepse këto inovacione që përmendin këta nuk mund t'i mbajë xhepi i fermerit thjesht shqiptar. I kanë këta mjeshtrat që i gjejnë financimet poshtë e përpjet. Duhet haruar që ky është ligji që vuri në sherrë dhe Damiani me Ursiun, pra. Tani, po të pyesni bujqit në Maliq, në Korçë e më gjerë, do ju thonë se kullotat e tyre, tokat e tyre bujqësore janë grabitur për të vendosur aty fotovoltaik. Fotovoltaikët i vendos aty kush mund t'i vendos. Dhe tokën e grabit kush ka ligjin në dorë dhe mund t'a grabis. Po të flisni me fermerët e zonës së Martaneshit, të Kurdaris, aty ku ka vërtet produkt bujqësor, ka njerëz që ende me mundin e tyre, ato baraj që kanë bërë në emigracion, kanë ardhur e kanë investuar në bujqësinë shqiptare, se janë vërtet toka pjellore. Atyre, pra, po merret uji. Ajo vi uji që kalon aty që ka ngelur, po merret për të ndërtuar hidrocentrale. Miq tuaj, pra, miq tuaj. Dhe nuk ka asnjë qëndrim. Ata thonë, na lini ujin që të ujisim të mbjellat tona, dhe ju heshni. Ju s'doni t'ja dini fare. Lema ato kanale ujitse të dikush me ato rezervuar që nuk funksionojnë më, dhe askush s'mban përgjegjësi, por ujin që ka dhënë natyra dhe që rrjedh, dhe që përdorin fshatarët për të rritur tokën. Ju amerrni, u jepni hidrocentraleve miza, që s'prodhojnë asgjë, por që grabisin ujin. Fondet e IPARD-it këtu ja bërë legjendë, domethënë. Vazhdojnë dita kur me shpresë do na vinë një ditë fondet e IPARD-it, edhe pse ende si kemi parë. Në fakt faji i ministrit aktual, është ministrja e Akademisë Barinve ajo e cila i zhduku fondet e IPARD-it, dhe që me qënë se i përmendi dhe ministri aktual, do duhet që t'jeve llogarin Bashkimin Evropian se ku i çoj këto fonde? Te Barinj, te Lopët, te Viçat, ku i çoj? Apo në vilat e saj, e tuajat. Për të hapur pastaj fondet që presim të na vinë sot e kësaj dite. Bujqësia ka shumë probleme të cilat s'kan dëgjuar ekspertin e bujqësisë Erionin të flasë në këtë sallë, për kalbjen e produkteve, për abuzimin me çmimet në pikat e grumbullimit, për fragmentimin e tokës bujqësore, për gjitha këto probleme reale të bujqëve, s'kam dëgjuar ndonjë fjalë, kam dëgjuar kështu, kritika konstruktive në qeverisë, kuptoni? Dhe mjafton të përmendesh hallet reale të njerëzve. Dhe unë kam një pyetje për Erionin. Erion, ti që je opozita e vërtetë për në kësaj salle, si do votosh kur të vijë në parlament ligji që tokën bujqësore, edhe se ka gëzuar do të shqiptari për 35 vjet, edhe pse ka paguar taksën, prap nuk është kompensuar, tokën bujqësore t'i hapet paralelja të huajve në thonjza më. Se për dhe ata shqiptar janë që nga trafiku që kanë bërë lart e poshtë, ka mundur të marrë një pasaport huaj, t'u hapet pra trajektoria atyre që të vinë dhe t'u blejnë gjoja, t'ja blejnë shteti shqiptar. Që t'u ashesësh tokën bujqësore të huajve, si ke për të votuar për këtë? Çfarë qëndrimi do mbash? A do kesh guximin ta themi? Ti dalësh kundër këtij gjatit. Na e thuaj dhe pastaj hajde na jep mend se si t'ja bëjmë halleve të bujqësisë. Faleminderit.